Përballja që nuk mund të shmangej, ka momente kur një veprim i vetëm mjafton për të thyer të gjitha heshtjet e mbledhura me muaj. Puthja e Limin me Dolcen nuk ishte thjesht një shprehje ndjenje. Ishte një akt publik, një zgjedhje e bërë pa kthyer kokën pas, pa menduar se kush po shikonte dhe çfarë po shembej në atë çast. Dhe Alba e pa gjithçka, ajo nuk reagoi menjëherë. Qëndroi në vend me trupin që i ngurtësoi dhe me mendjen që i mbushej me një zhurmë të çuditshme, si një alarm i brendshëm që kishte kohë që priste të ndiste. Nuk ishte vetëm xhelozi. Ishte ndjenja e fshirjes, e zëvendësimit, e poshtërimit të heshtur. Limi u largua nga Dolce me një buzëqeshje të lehtë, ende e zhytur në emocionin e momentit. Nuk e pa Albën menjëherë. Dhe pikërisht kjo e bëri gjithçka më të rëndë. Sepse për Albën, ajo mosvëmendje ishte edhe më fyese se vetë puthja. Limi, tha Alba më në fund, me një zë të ulët, por të prerë. Zëri i saj nuk ishte i dridhur. Ishte i ftohtë. Dhe kjo e bëri Limin të ndalonte. Ajo u kthye. Sytë e saj u takuan me ata të Albës. Për një moment, Limi e kuptoi. Kuptoi që ajo puthje nuk kishte mbaruar aty. Kishte pasoja. Dhe ato pasoja po qëndronin përballë saj. Çfarë është? Pyeti Limi, duke u përpjekur të ruante qetësinë. Alba bëri disa hapa drejt saj. Nuk ishte agresive në lëvizje, por kishte një vendosmëri që nuk linte hapësirë për shmangje. Çfarë është? E përsëriti Alba me një buzëqeshje të hidhur. E pyet vërtet këtë? Heshtje. Dolce ishte ende aty pranë, por Alba as nuk e pa. Për të, ai ishte tashmë një figurë dytësore. Kjo përplasje nuk ishte për të. Ishte për Limin. Për tradhtin që nuk ishte thënë kur me fjalë, por ishte ndjerë gjithmonë. Mund ta kishe bërë ndryshe, vazhdoi Alba. Jo para meje. Jo sikur të mos ekzistoja fare. Limi u mbrojt instinktivisht. Nuk të kam borxh shpjegime për ndjenjat e mia, fjalët ranë rënë. Sepse ishin të vërteta. Dhe e vërteta, kur thuhet pa ndjeshmëri, bëhet armë. Jo, tha Alba, duke tundur kokën ngadalë. Nuk më ke borxh ndjenjat, por më ke borxh respektin. Zëri i saj u ngrit pak. Jo në ritëm, por në intensitet. Tashmë të tjerët kishin filluar të vërenin tensionin. Ti e dije, Limi. E dije çfarë ndjeja. E dije sa e dobët kam qenë. Dhe prapë zgjodhe ta bëje kështu. Limi shtrëngoi nofullën. Në sytë e saj u shfaq një nervozizëm që nuk ishte parë më parë. Nuk mund të jetoj duke u frenuar nga frika se kush do të lëndohet. Nuk jam përgjegjëse për mënyrën si ti e përjeton. Aty ishte përplasja e vërtetë. Dy mënyra të ndryshme të parit botën. Alba, që besonte se lidhjet njerëzore kërkojnë kujdes. Limi, që besonte se ndjenjat nuk kërkojnë leje. Jo, ju përgjigj Alba ashpër. Por je përgjegjëse për mënyrën si vepron. Dhe ti veprove pa asnjë konsiderat. Dolce u përpoq të ndërhynte. Alba, nuk ishte qëllimi, mos fol, e ndërpreu ajo, pa e kthyer kokën. Ky diskutim nuk është me ty. Kjo fjali e la Dolcen pa fjalë. Për herë të parë, Alba nuk e pa si rival. E pa si dikë që ishte përdorur si mjet në një lojë emocionesh që nuk e kishte zgjedhur plotësisht. Alba u kthye sërish nga Limi. Ti nuk je armiku im, tha ajo më qetë, por me një thellësi që dhemte. Por mënyra si më fshive sot, ajo nuk do të harrohet. Limi heshti. Sepse për herë të parë nuk kishte përgjigje të shpejtë. Fjalët e Albës kishin goditur aty ku nuk mbrohet dot askush. Ndërgjegjen, nuk kam kërkuar të fshi, tha më në fund Limi. Por nuk do të kërkoj falje për atë që ndjej. Nuk po të kërkoj falje, u përgjigj Alba. Po të kërkoj ta pranosh që më lëndove. Sytë e tyre u kërqizuan për disa sekonda që dukeshin si minuta. Në atë vështrim kishte gjithçka, misi të vjetra, xhelozi të pathëna, respekt të humbur dhe një ndarje emocionale që tashmë ishte e pashmangshme. Ndoshta kjo është fundi i diçkaje, tha Limi me zë të ulët. Alba buzëqeshi lehtë. Por sytë i mbetën të trishtuar. Jo, tha ajo. Është fillimi i asaj që nuk do të toleroj më, dhe me këtë, Alba u largua. Jo e thyer. Jo viktim. Por e ndryshuar. Puthja kishte ndezur konfliktin. Por përplasja me Limin kishte ndezur vetdijen. Dhe kjo ishte shumë më e rrezikshme se çdo xhelozi.